Në një moment me rëndësi të veçantë për zhvillimin e infrastrukturës së transportit në Shqipëri, zëvendës kryeministra dhe njëkohësisht ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, së bashku me drejtorin për Evropën Juglindore në Bankën Europiane për Investime Lionel Rapael, nënshkruan sot në Tiranë marrëveshjen për financimin e projektit të hekurudhës Durrës-Rogozhin. Ky projekt përbën një ndër hallkat më të rëndësishme të korridorit të 8, një arterie strategjike që synon të lidhë vendet e rajonit me rrjetin europian të transportit. Nëpërmjet këtij investimi, Shqipëria forcon më tej pozicionin e saj si një nyje kyçe ndërkombëtare për lëvizjen e mallrave dhe pasagjerëve, duke krijuar një lidhje të qëndrueshme dhe moderne midis porteve dhe qendrave të rëndësishme logjistike në Ballkan. Ceremonia e nënshkrimit u zhvillua në kuadër të vizitës zyrtare të përfaqësueses së lartë të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e cila ndodhet sot në Shqipëri, si dhe të takimeve të zhvilluara me kryeministrin Edi Rama. Prania e përfaqësuesve të nivelit të lartë të BE-s e bën këtë moment edhe më domethënës për integrimin e vendit në strukturat europiane. Projekti i hekurudhës Durrës-Rogozhin konsiderohet si një ndër segmentet më të rëndësishme të infrastrukturës hekurudhore në vend. Rogozhina, për shkak të pozicionit të saj gjeografik dhe funksional, shërben si një pikë ndarëse dhe bashkimi për linjat hekurudhore që përshkojnë vendin, duke kthyer atë në një nyje strategjike dhe menaxhimin e trafikut hekurudhor. Ky investim pritet të sjellë përfitime të mëdha ekonomike dhe mjedisore, duke nxitur transportin e qëndrueshëm dhe duke ulur varësinë nga rrugët automobilistike. Për më tepër, projekti pritet të krijojë vende të reja pune gjatë fazës së ndërtimit dhe të rrisë potencialin e zonave që përshkohen nga kjo linjë hekurudhore. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, Shqipëria hedh një tjetër hap të rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës kombëtare dhe integrimit të plotë në rrjetin e transportit europian.